Tani nuk diskutohet që do na hidhen fyt me një herë flamingot edhe do thonë patronazhistat janë mbledh atje, administrata është mbledh atje, shumica e shqiptarëve tani më është shumë e qartë edhe është shumë e vendosur për të quar deri në fund këtë mision historik që fati e ka dashur që të vijë në dorën tonë dhe nderi ynë është që ta çojmë deri në fund. Ajo shumicë nuk se është e lumtur me çfarë bëhet dhe me çdo gjë që bëhet. Nuk është se nuk i sheh të gjitha ato probleme që kujtojnë se i shohin më mirë ata cilët prej vitesh tani më kërkojnë që të na vënë strekëmsha, i sheh patjetër. Por ndryshe nga ata, shumica sheh edhe atë që ata nuk duan ta shohin. Sheh atë që ne kemi bërë për Shqipërinë, sheh atë që ne kemi bërë për qytetet tona, sheh atë që ne kemi bërë për zonat tona rurale. Sepse është kollaj të flasësh për flamurin, është edhe më kollaj të marrësh një flamur edhe ta lidhësh në qafë për të bërë patriotin. Kjo që lind vetvetiu si pyetje kur sheh gjithë këtë që po ndodh sot është po çfarë duan ta patriotët. Se realisht po të përpiqesh ti dëgjosh çfarë nuk dëgjon.